Orta? Orta, që është ky vend, pse mu taku këtë? Ta shpjegoj ma vonë shpëtem, gjithë qka ta shpjegoj ma vonë, do shumë ndi mundi qka ma kryeni farpune. është qka personale. Shti mund është më një mu shpëtem. Normal asë që diskutohet kjo punë, po pse mu taku në këtë vend nuk pe kuptoj? Ardianin. Dosjen e Ardian Syllës do të më marrë me këqyrë dhe njerë në detaje. Familjarët e ti, sidomos vllaun e ti. Nëse Ardiana nuk ka vlla. Qëto është problemi shpëtem? Që ai ka vlla. Edhe jam shumë e sigurt në këto që jam të e thonë. Orta, ne kemi kontrollu bashkë dosjen e ti. Kemi marrë në pyetje çdo familjar, po për vlla jam i sigurt që nuk ka. Duhet m'ja gjetë, bro. Duhet m'ja gjetë sa i vlla ka. Nuk e di qështë në ka i këtë detaj. Nuk e di qështë në ka i këtë. Duhet me marrë dhe njerë me këshyrë gjithë detaj, këtë familjarët e ti. Këtë dosjen me këshyrë me halakat gjithë shka sa i ka vlla, ka vlla. A i ka një që më ka thënë ka vlla. Në rregull. Kontrollojmë çdo detaj që dyshon, po për që nuk ka vlla, nuk ka, këtë jam i sigurt. Qka e ka, bro? Qka e ka? Orta, a je mirë? Po, që e kom po me sytë me, e kom po në shpemor më ka hi njeri, në shpem ka hi dhe flamurja ka po, do me thoni vjen që a eksisten. Para me no, këtë identik si Ardiani është. Ka ardhë mua këmerë. Kush, Orta? Kush? Vllau i ti.